Përpara një jave ne organizuam raundin e parë, tryezën e parë, në kuadër të përpjekjeve të forumit të dialogut politik për të krijuar një bashkëpunim mes partive politike. Ka qenë Partia Demokratike bashkë me aleatët e vet kryesor, tradicional, kanë qenë 2-3 parti tjera pastaj të djathta që nuk e kanë pas punët shumë mirë me PD-n, le themi këto vitet e fundit. Ka qenë dhe Lëvizja Diaspora për Shqipërinë e Lirë, dhe në kuadër të kësaj tryeze u bë thirrje mes të tjerash edhe për pjesëmarrjen në protestën e ardhshme, që ishte ajo e 20 shkurtit. Kështu që në këtë aspekt mora përsipër edhe unë që të flas aty. Ishte një fjalim që ndoshta nëse keni pasur rastin që ta dëgjoni, patjetër, nuk është një fjalim tipik në Po, është një fjalim që është bërë në emër të forumit të dialogut politik, pra ndryshon në pak edhe në ide, në frym ndoshta nga fjalimet të tjera, sepse pikërisht thirrja nuk ishte në fakt në kuadër të partive, por ishte diçka më e gjerë se saq. Dhe më tepër se sa aktivistëve të partive që mund të ishin aty në shesh, i drejtohej qytetarëve të thjeshtë Tiranës, pastaj që njësoj si ata që ishin shesh, besoj që janë po aq të zhgënjur dhe të mërzitur me qeverisjen. Për ta lidhur pak me diçka që tha zoti Vokshi në fund, para se t'ju jepja juve fjalën, tha që Partia Demokratike nuk arriti t'i elektrizonte qytetarët që ta ndjenin revoltën apo arsyen pse duhet të merrnin pjesë në këtë protestë. Tirana ishte e qetë. Mendoni që arrite qëllimin për t'i elektrizuar qytetarët shqiptarë? Tani, do të keni parasysh ne të forumit të dialogut politik nuk kemi kapacitete mobilizuese si ato që kanë partitë, sidomos Partia Demokratike si partia më e madhe e opozitës. Kuptohet që ne bëjmë punën tonë, por misioni ynë kryesor është të përafrojmë partitë. Ato parti opozitare nisur nga një konstatim i thjesht, absolutisht objektiv, që kemi të gjitha partitë e opozitës sot në Shqipëri pas një lloj dallimi, të cilat kanë absolutisht të njëjtat objektiva. Por nuk bashkohen. Duan që të gjithë, patjetër duan mbështetjen duan të shmangin ndërhyrjen e qeverisjes aktuale në drejtësi, duan të mbështesin drejtësinë natyrisht për të goditur korrupsionin dhe krimin e organizuar, duan organizimin e protestave dhe duan gjithashtu edhe një ndryshime në kodin elektoral. Duke pasur parasysh këto qëllime komplet identike, ne kemi menduar që të punojmë për t'i përafruar, që dalin gjithë dhe të bëjnë të njëjtën gjë në të njëjtin vend në të njëjtën kohë. Ky ka qenë qëllimi. Ku ka ngjesur bashkimi me që keni ndërhyrë në këtë ndërmjetësim, nëse mund ta quaj kështu? Ku ka ngjesur, duke qenë se janë qëllimet dhe objektivet e përbashkëta dhe fryma opozitare po e njëjtë, pse nuk bashkohen? Nuk ka ngecur me asnjë vend. Unë besoj që logjikisht nuk besoj që pret dikush që brenda 3 javësh neve të zgjidhim gjithë problemet e opozitës në Shqipëri. Do thënë, ne kemi ndërmarrë një nismë që e dim që do të kërkojë kohën e vet, organizuam raundin e parë të tryezës dhe mua më duket që ishte goxha i suksesshëm, por besoj që është diçka e cila do të marrë muaj të tërë. Nga një herë nuk është vetëm çështje e momentit, por është edhe çështje e pjekjes së kushteve, rrethanave dhe një konteksti të caktuar, në cilët partitë ndryshme pastaj vinë dhe afrohen edhe vendosin të bashkëpunojnë. Dhe mendoj që me afrimin e periudhave elektorale, ky lloj presioni bëhet më i madh edhe mbi ato parti që nuk janë pjesë e tryezës në këtë moment. Jo vejmë edhe emrat, është Shqipëria bëhet edhe Partia Mundësia, besoj që do të jenë më të prirura për të bashkëpunuar. Gjithsesi, Shqipëria bëhet, ka qenë e gatshme në parim që të bashkëpunojë, besoj është akoma e gatshme, ka kushtet dhe kërkesat e veta, një pjesë e tyre paraprakisht janë plotësuar, është ajo kërkesa e kryesore, që një nga kryesoret që kanë që të organizohet proteste përhershme në shesh. Kështu që unë nuk shoh se kanë ngecur diçka. Pra për gjetur konsensusin për organizuar një ndjes, vetëm për ta kuptuar, pra Mundësia dhe Shqipëria bëhet bashkë me Partinë Demokratike një protestë të përbashkët.
protestat, se unë jam dakord me ata që tha dhe zotëria pak më herët. Çështja nuk është që në shesh dalin thjesht aktivistët edhe militantët e partive. Pavarësisht se në shesh e kemi të qartë që nuk ishin vetëm ata. Dhe ata mund të kenë qenë një pjesë e vogël e atyre njerëzve që ishin në shesh dje. Sikur Partia Demokratike të kishte aq militantë dhe aktivistë sa ishin dje në shesh njerëz, të kishte qenë gjigande. Kështu që qytetar ka pasur plot. Natyrisht nuk mjaftojnë ata, të duhet dalin edhe shumë më tepër se sa kaq. Kur flasim për bashkëpunimin e partive, rastin konkret edhe dy partive të tjera që akoma nuk janë afruar me tryezën, po flasim për një bashkëpunim natyrisht simbolik, parimor, ideor, sepse nuk është se do bashkojnë këto dy parti dhe do sjellin secila nga 50.000 pjesëmarrës në protest. E rëndësishme është njerëzit e tjerë të krijojnë përshtypje mbi gjitha që opozita është bashkëpunuese, ka një front unik, ka disa objektiva që po përpiqet të realizojnë në mënyrë të unifikuar dhe të koordinuar, dhe me këtë i tregojnë njerëzve që ka një shpresë. Në momentin që ne flasim, akoma ka plot dyshime për këtë gjë, sepse shikohet që një pjesë e opozitës nuk është në tryezë bashkë me partitë e tjera. Por është fillimi, jam 3 javë të parë. Kolegu im Ervin Koçi ka një pyetje për ju, vetëm nëse ju mundeni ti përmbledhim se jemi përpara publicitetit. Zoti Hasimja, përshëndetje. Referuar bashkëpunimi që flisni me Partinë Demokratike, sa më ka një mesazh sigurisht forward nga strukturët e Partisë Demokratike, është një SMS e zotit Berisha, i cili njofton që në datën 28 shkurt do të jetë protesta e radhës kombëtare e opozitës. A ju ka njoftuar dhe juve, do të vijë ky bashkëpunimi juaj edhe në këtë protestë ardhshme të Partisë Demokratike, e cila frekuencë kohore duket goxha afër, si sot një javë? Po, patjetër, jemi ndjenit të kësaj, natyrisht, por do të keni parasysh që forumi është një entitet prej 5 individësh, pak më tepër se sa që po 5 janë ata që angazhohen full time me këtë çështje, dhe ne nuk kemi kapacitete organizative, logjistike etj. Kjo është e sigurt. Nëse protesta do organizohen, nuk mund të pritet që të organizohen nga ne. Ajo çfarë ne mund të bëjmë është që të ofrojmë ide të ndryshme, sugjerime, kjo është ajo. Dhe nga ana tjetër patjetër të bëjmë thirrje për